Përshëndetje, jam administratori i 2 shoqërive Maliqi Shqiptar dhe Josa 2-3. Kemi fituar gjyqet me shtetin, kanë apeluar, jemi në gjykata apelit, këta nuk njohin gjykatat e apelit, kanë sjellë letër dije në orën 2 dhe sot në orën 8 mëngjesit duhet të prishin objektet. Këtu janë 12 ndërmarrje dhe janë 300 punëtorë. Janë linja prodhimi, ju bëjt thirrje mjeteve dhe vinë të verifikojnë sepse inspektori nuk njeh futimin e gjykatës. Kam qenë dhe mbrëm tek drejtoria antikrimit ekonomik, ose ta bëjmë presion për lek. Shoqërisë, prona është se bler nga shteti në të gjasën 640 milion që ka dalë nga Ministria e Financave dhe në 2019 është bler prona tjetër 1,2 milion euro nëpërmjet bankës. Të dyja pronat jam bler vetëm me bankë.